7 nga të dyshuarit për aferën e inceneratorit Zonjat Zama të Tiranës u shpallën fajtor, por morën dënime minimale. Çfarë janë konkretisht këto dënime? 7 nga 12 të akuzuarit nga prokuroria e posaçme kanë marrë dënime minimale vetëm për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, ndërkohë që për disa zyrtar të tjerë dënimi është konvertuar në shërbim prove dhe një prej të akuzuarve është shpallur i pafajshëm. Pritej që dosja dhe afera për inceneratorin e Tiranës të ishte një nga çështjet më të mëdha që do të hetonte prokuroria e posaçme, e cila ishte edhe ndër çështjet e para që kjo prokurori nisi hetimin, por nëse për Elbasanin dhe për Fierin hetimet u mbyllën disa vite më parë dhe çështja besoj është drejt fundit sepse po shqyrtohet edhe në gjykatën e apelit, pra duke marrë një vendim të formës së prerë, te incineratori Tiranës kemi një situatë të dyzuar dhe deri diku qesharake ose paradoksale. Çfarë do të thotë? Kemi një grup të akuzuarish për të cilët kanë mbaruar gjykimi në shkallën e parë, por ndërkohë hetimet për inceneratorin e Tiranës vazhdojnë. Prokuroria, kjo do të thotë që prokuroria e posaçme ka hetuar deri më sot vetëm pjesën e dhënies së koncesionit të inceneratorit të Tiranës, pra fazën paraprake, atë të procedurës se si është propozuar për të bërë koncesion dhe incenerim menaxhimi i mbetjeve. Pra sa kohë ka Ola që bëhet ndodh kjo gjë? 4 vjet e 6 muaj. 4 vjet e 6 muaj. Pra në këto 4 vjet e 6 muaj ka një, pasi kalojnë 4 vjet e 6 muaj. Është hetuar vetëm letrat dhe procedura e tenderit si është dhënë dhe aty është gjetur shpërdorimi i detyrës, sepse shifrat në tabelat financiare nuk kanë qenë në rregull, kontrata është bërë anshme, nuk ka mbrojtur buxhetin e shtetit, madje letrat është vërtetuar që janë bërë nga dyshja Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Por, edhe kështu siç u bë letra, për ta sqaruar dhe për ta kuptuar publiku, siç u bën këto letra që u bën në mënyrë të gabuar, të njëanshme dhe që i kanë rënduar buxhetit të qytetarëve shqiptar, sot prokuroria e posaçme nuk është në gjendje të na thotë kush është përgjegjës për faktin që janë dhënë deri më sot 130 milion euro, nga të cilat 90 milion euro i ka dhënë buxheti i shtetit dhe pjesa tjetër 40 milion euro janë paguar tarifat e dherave nga ndërtuesit, kush e ka fajin që janë dhënë gjithë këto para dhe nuk ka incenerator? Pra kush ishte ai që nuk e pa që nuk ishte incenerator, por para të dhanë? Dhe këtë prokuroria e posaçme është duke hetuar akoma dhe ka të bëjë me zbatimin e kontratës koncesionare. Pra, po cili ishte demi që 4 vjet e 6 muaj pas ngjarjes, cili ishte demi që shkaktuar nga kjo aferë? A e dim të, dhe ku janë parat? A gjeti s'pak ndonjë pjesë të këtyre parave? 4 vjet, 5 vjet, domethënë. 5 vjet. Zëre një moment, mendoja një moment, sigur atje në Sharr ishte një incenerator i ndërtuar, të shkonin për ditë plerat dhe të digjeshin. Dakor? Konsideroje komplet më vete këtë pjesë. Lefter Koka bashkë me 7 persona të tjerë janë dënuar thjesht për procedurën dhe për firmosjen e letrave për dhënien e një kompanie të drejtën për të ndërtuar inceneratorin. Për këto janë dënuar. Pra, është paracaktuar fituesi. Kanë bashkëpunuar me kompaninë, ja kanë bërë letrat gati, kanë bërë gjithë procedurën gati që kompania Mirel Mërtiri dhe Zotos të fitonin këtë koncesion. Kaq. Gjithë pjesa tjetër, mendojë sikur të ishte ndërtuar inceneratori. Është komplet një gjë tjetër. Këta janë dënuar vetëm për shkak të tyre. Për inceneratorin tash, duhet të ishte ndërtuar atje, ne nuk kemi asnjë fajtor për gjithë çfarë ka ndodhur këto vite. Pse nuk është ndërtuar? Ku janë dhënë parat? Kush i ka marrë parat? Çfarë është bërë me ato para? Ne nuk kemi asnjë përgjigje. Ne nuk kemi asnjë përgjigje për përgjegjësit e mungesës së atij inceneratori atje ku duhet ishte. Po përgjegjësi është shumë e thjeshtë. Ja, një minutë. Shikoj që më shkruan për shembull që ke një ekspert. Më shkruan në Zef Preqi. Profesor Preqi më shkruan. Në vendimin gjyqësor për inceneratorin e Tiranës, GKKO dhe SPAK rrezikojnë të humbasin edhe mbështetjen publike. Se atë politike nga partitë kryesore kanë humbur. Dënimet e dieshme për inceneratorin e Tiranës meritojnë të analizohen me kujdes nga media investigative dhe opinioni publik. Mbeten të paqarta për mua, thot ai që është një ekspert, këto çështje. Përse është gjykata për kontratën e dherave?
Nuk ka qenë Sepse për është më gjykim vete. kontrata e dherave. Po pse? Do ta shpjegojmë këtë fazë. Do ta shpjegojmë. Përse nuk është hetuar zoti Veliaj si nismëtar i kësaj afere? Ti themi ratë. A ka mundur hetimi dhe gjykimi të gjurmoj paratë dhe është gjetur ndonjë qindarkë në 180 milionerave të paguara, këtë që bëra pyetje unë? Janë gjetur disa vlera në mijëra euro. Atëherë ti A ka mundur, a ka ndonjë opinion gjykata dhe SPAK për legjitimin e kontratës një senatorit munguar, në tërësi të krijohet përshtypja për qëndrimin tolerant të gjykatës ndaj pjesës politike dhe vendim marrjes për një senatorin tëtë? Ylli, për t'ju përgjigjur. Dhe tjera pyetje që ka. Pyetja e parë është përse nuk është pse nuk ishte në gjykim dhe në vendimin e gjykatës afera e dherave. Me çështjen e dherave, prokuroria e posaçme e ka ende në hetim dhe ka pasur disa masa sigurie të cilat u morën në korrikun e vitit 2024 për disa punonjës të inceneratorit të Tiranës, të cilët bashkëpunonin me policin bashkiake për të identifikuar pallatet ku po ndërtoheshin në Tiranë dhe për të detyruar ata që të paguanin tarifën e dherave me çmimin që vendoste koncesionari, çmimi i cili nuk kishte i vendosur në kontratë. Këtu kemi dy dëme që janë bërë qytetarëve. Dëmi i parë është për shkak të çmimit të dherave, kostoja e një apartamenti që mund të bliej në Tiranë bëhet më e shtrenjtë, nga ana tjetër, kontrata koncesionare nuk lejon që nëse ti del mbi planin bazë të realizimit të ardhurave me 30%, ti mbash të gjitha parat vetë, ose duhet t'i ndash me autoritetin kontraktor, në këtë rast me shtetin shqiptar, ose duhet që ta ajustosh çmimet. Dhe në këtë rast, për shkak të mos funksionimit të njësisë monitorimit të projektit, nuk është bërë asgjë. Sa i takon pjesës tjetër, unë mendoj që më e rënda se sa ajo e aferave të dherave është për përgjegjësin se kush nuk pa që nuk ishte incenerator. Ndërkohë që për procedurën e dhënjes inceneratorit të Tiranës, besoj se SPAK-u e ka mbyllur si hetim. Dhe aty dalin dy shkeljet e procedura e dhënjes inceneratorit të Tiranës, që është faza e kërkesës dhe letrës që zoti Erion Velia i ka bërë Ministrit të Financave për të parë mundësinë që menaxhimi i mbetjeve të bëjë përmes formulës koncesion partneritet publik-privat, më pas kjo procedurë merret përsipër nga Ministria e Mjedisit, Bashkia e Tiranës atje dërgon dy përfaqësues, zotin Namik Simexhiu dhe Taulant Tusha, të dy të dënuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, por që dënimi me sa di është shuar për shkak se kanë mbaruar afatet e dënimit për shkak të paraburgimit ku ndodheshin të dy personat. Dhe shkelja që duhet na sqaroj SPAK është nëse marrja përsipër e financimit të inceneratorit të Tiranës nga ana e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zotit Erion Veliaj, pa marrë miratimin në Këshill Bashkiak dhe pa patur fondet në buxhet, a është apo jo vepër që prek shpërdorimin e detyrës ose jo. Dhe këtë nuk na e ka thënë.